Razved. Bunayda? A čo je čo je šprizovka? Dobro, deneska ja iskoristiv мојата можност како граѓанин да гласам за локалните избори тука во Струга. Моите очекувања се дека граѓаните секогаш треба да бидат насочени кон промените. Промените се добра работа во едно општество, бидејќи ја поттикнуваат конкуренцијата, ги прават политиките поодговорни, па се надевам дека така ќе решават сите граѓани за промени. Од друга страна, посакувам да има фери, коректни избори, демократски и да се изразит волјата на граѓаните како што тие размислуваат. Sa që mjafton mos u marrim edhe ju shumë kohë. Sapo e kryet obligimin tuaj qytetar në këtë raund të dytë të zgjedhjeve lokale, çfarë? Natyrisht e kryva obligimin tim si gjithë qytetarët tjerë, votova. Kështu që rasti dy bëj thirrje gjithëve që dalin sa më mos votoj. Zgjedhjet për mu janë momente kthesesh si qytetar dhe ky duhet të jetë edhe qëllimi edhe i zgjedhjeve edhe për qytetarët tjerë. Natyrisht që ndryshimet i bëjnë mirë një shoqëri, ndryshimi rrit konkurrencën, shton përgjegjësinë dhe në këtë formë duhet të jenë të udhëhequr qytetarët kur të vendosin sot për të votuar dhe për të dhënë përkrahje kandidatëve. Uroj zgjedhje të qeta, korrekte, demokratike. Këto janë ato gjëra, mesazhe të cilat unë do të kisha dashur që t'i përcjell. Profesor, si e shihni Maqedoninë në periudhë pas 31 tetorit? Natyrisht, dëgjoj, të gjithë ne jetojmë me shpresën për më mirë. Apo ne nuk jemi të sigurt që e nesërmja do të vijë, po shpresojmë që do të vijë. Prandaj edhe unë nuk bëj përjashtim nga gjithë njerëzit dhe natyra njerëzore dhe humane e njerëzve të cilët jetojnë me shpresë. Të gjithë ne duhet kemi shpresë për vendlindjen, për shtetin tonë, që të jetë më stabil, më i drejtë, pa korrupsion, do të jetë mbi të gjitha një vend i sigurt për gjithë qytetarët. Ky është objektivi jonë si subjekt politik dhe imi si qytetar i një subjekti politik. Dhe natyrisht për sa kohë që këto janë përcaktimet tona, unë patjetër e kam që në këtë formë ta zhvilloj edhe vizionin tim për Maqedoninë dhe do të punoj more qasë që edhe mbas 31-shit Maqedonia të jetë jo kjo që është, po të jetë një vend më i sigurt, më i zhvilluar dhe më i paqët. Faleminderit juve.